Mbeten ende të paqarta arsyet e shpërthimit me lëndë plase në qytetin e Shkodrës. Atentati kishte në fokus shtetasin Enea Buzugja, specialist monitorimin e hetimit të timor në Shkodër. Lënda plase u vendosi një motor të parkuar afër automjetit me të cilin do lëvizte 30 vjeçari Enea Buzugja në lagjen Docmazi. Sapo punoi si tatimeve, ka dashur që të futet në automjetin e tij, ka ndodhur dhe shpërthimi i telekomanduar i motorit. Fatmirësisht Buzugja ndodhet jashtë rrezikut për jetën, teksa ka një plagë në dorë. Në lidhje me këtë ngjarje, policia e Shkodrës ka shoqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje dhe për të zbuluar më shumë rreth hetimeve, por ende nuk ka të dhëna për autorët e vendosjes së eksplozivit. Zona ku ka ndodhur ngjarja pranë banesës të plagosturit ka biznese dhe banesa me kamera sigurie. Sipas burimeve, dyshohet se 2 persona kanë marrë pjesë në këtë ngjarje. Gjatë marrjes në pyetje para oficerëve të policisë së Shkodrës, Buzugja ka deklaruar se nuk ka konflikte me askënd, ndërsa një prej pistave që po heton policia është ajo punës së tij si specialist monitorimi në hetimin e timor në Shkodër. Kujtojmë se rreth një orë pas ngjarjes, një automjet u gjeti djegur në zonën e Postripës, i cili dyshohet të përdorur nga autorët për të lëvizur pas lëndës plase, por e pa konfirmuar deri tani nga policia. Mjeti po ekzaminohet në laboratorin e policisë për gjetur gjurmë apo prova materiale që mund ndihmojnë në identifikimin e autorëve.